Një qytetare e Kosovës e cila më herët u identifikua nga kryeministri Edi Rama si një mbështetëse e Iranit të shpallur personi pa dëshiruar nga qeveria shqiptare. Pak orë pasi Edi Rama publikoi foton e shtetases së identifikuar si Iqbal Huduti Berisha, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka nxjerrë urdhrin që i ndalon hyrjen në Shqipëri të saj për 15 vjet. Vendimi bazohet në informacionet e grumbulluara, sipas të cilave veprimtaria e kësaj shtetaseje vlerësohet si kërcënim për vendin, sigurinë kombëtare si edhe rendin e sigurinë publike. Urdhri i ministrit të Brendshëm Lamallari është dërguar për zbatim policisë së shtetit dhe strukturave të drejtorisë së kufirit dhe emigracionit. Iqbal Huduti Berisha u akuzua më herët për lidhjet e saj me regjimin iranian, madje kryeministri publikoi fotot kur ajo shfaqej me ish presidentin iranian Mahmoud Ahmadinejad. Shikojini vetë dy fotot, është i njëjti personazh i ardhur me karavanin e diasporës së shtirur, që në emër të Allahut predikon urrëtie thret për kryengritje ndaj qeverisë së Shqipërisë. Kërkon hakmarrje ndaj Amerikës për vëllaun e vrarë, kasapin e regjimit të Teheranit, generalin famkeq Qasem Sulejmani. Dhe po, personazhi në krah të saj është Ahmadinejadi dora vet, krye shërbëtori famkeq i ajatollave të errësirës, shkroi kryeministri. Iqbal Huduti është e para ndër protestuesit, e akuzuar për lidhje me Iranin, që shpallet nën grata. Gjithashtu Rama ka akuzuar për lidhje me Iranin edhe disa shtetas të tjerë shqiptar, ndaj të cilëve nuk dihet se çfarë masash mund të merren, nisur nga fakti se Iqbal Huduti për 15 vite nuk do të lejohet të hyjë më në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama prej disa ditësh po sulmon individualisht personazh që shfaqen në protestë dhe përmes foltores së improvisuar kërkoi ndërheqjen e panegociueshme të kreut të qeverisë. Ky i fundit ka hedhur poshtë çdo mundësi për tërheqje, ndërsa akuzon Teheranin për protestat që lindën në Shqipëri më 31 maj dhe nga ky moment nuk janë ndalur. Të shtunën 27 qershor është njoftuar mbajtja e një proteste mbarkombëtare në Tiranë, ndërsa më 4 korrik është njoftuar një protestë me pjesëmarrjen e diasporës. Protestuesit kërkojnë jo vetëm largimin e Ramës, por edhe të Sali Berishës si kryetari i opozitës që e konsiderojnë një opozit të shitur.